Të dashur shqiptar, sot do të gatuajmë një gjellë të veçantë, një gjellë që quhet tavë me brek. Është një gjellë me origjinë në fakt nga gjuha jonë pellazge, gjuhë shumë e bukur, dhe vjen nga fjala tepsi. Ç'është kjo fjalë tepsi? Është gjetur në gjuhën turke fjala tepsi, është gjetur në gjuhën greke tapsi, është gjetur në gjuhën bullgare tepsia, është gjetur në gjuhën serbe tepsia, është gjetur në gjuhën armene tepsi, dhe është gjetur edhe në gjuhën kineze depsi. Pra është fjala tepsi një fjalë pellazge, lashtë. Në fakt, po të shikosh se si kanë ardhur fiset turke në Shqipëri, do e kuptosh që fjala tepsi është rruga e fiseve turke për në Shqipëri. Kjo është fjala tepsi. Për herë të parë, pra kjo ka lindur në gjuhën kineze, ata prodhuan për herë të parë tepsinë dhe e quanin depsi në gjuhën kineze. Pastaj kjo hyri në gjuhën turke, që e blenin këto nga kinezët, tepsinë, dhe këto mjete përgatim, tepsin, ata e marrin dhe e sjellin në Azinë e vogël, kur e pushtuan dhe kur shkatruan prandorin bizantine. Pastaj kjo fjalë hyn në greqisht, tapsi, pastaj hyn në gjuhën shqipe, tepsi dhe tepsia. Gjë më e bukur është se në gjuhën greke numri shumës është tapsia, sepse kjo fjalë është në gjinin asjanse. Pra, trajta shquar e shqipes, tepsia, vjen nga shumë si i singularizuar i greqishtes të shekullit të 15, tapsia. E njëjta gjë ka ndodhur në gjuhën hungareze, tepshia, në gjuhën bullgare, tepsia, dhe në gjuhën serbe, tepsia, gjendet dhe në armenisht, tepsi. Madje ka hyrë edhe në gjuhën algjeriane dhe në gjuhën egjiptiane me kuptimin pjat. Nga gjuha turke, por origjina është gjuha kineze. Pra duket si fjalë pellazge, fjalë lashtë, por ka hyrë mbas shekullit të 15, kur u shkatrua përfundimisht perandoria e Bizantit dhe kur shqiptarët e mjerë u bën musliman. Pra fjala tepsi përkon me besimin e gjysmëhënës të dashur shqiptar, dhe tani do t'rregoj se si bëhet gjella me brek. Merret një tepsi, mbi të vendosen brekët, pastaj nuk ka nevojë që ta ngrohësh ose ta fërgosh në sobë, nuk ja vlen. Në fakt është e kotë të harxhosh energji elektrike, më e përshtatshme nga ana ekonomike është ta nxjerrësh tepsinë në bio në balkon, ta lësh këtu për disa orë dhe brekët gatuhen pastaj dal nga dal, bëhen kukurec, dhe pastaj mund të shtosh këtu piper, mund të shtosh majdanoz, që unë kam në balkon, e kuptoni atë jo, mund t'ja hedhësh mbathjeve dhe t'i hash siç i hanin turqit e uritur, por nuk tinin që të hanin në stepat e Azisë. Kjo është dashur shqiptar, gjella me brek në tepsi. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.